shkolla për neve nuk na duhet. Që thash edhe për Evladin tem. Okej, mendoj kjo pyetje o pikërisht ajo që na shtyp pastaj te kanali konspiracioneve. Çka na duhet shkolla? Shkollimi, të mendoj kur flasim në temë kundër shkollës si organizim, si institucion, që është problemi jem, që përmenda si shoh kurrikula temi, dhe një për probleme. Problemi tjetër po flasim është ndërkohë. Pse na duke veç për ngrit pyetjen ose na elaborojmë më vonë, okay? Pse na besojmë që njerëz që janë përcaktuar në pozitë aty, janë më të mirët e mundshëm për me na i dhënë edukimin e nevojshëm fëmijëve tonë. Kjo debati kyç është, për te asaj kush janë ata që kanë përcaktuar kurrikulën. Kështu që unë mendoj që shkolla për neve nuk na duhet. Që thash edhe për Evladin tem. Më ka shkon shkolla, nuk ka shkollë për mua, nuk shon shumë pesh. As nuk e du ma pak, as nuk e du ma shumë fëmijë. Është fëmia jem, mendoj që kam mënyra tjera dhe metoda që muj me ja dhon një orientim fix që më i përkthehet në dobit të dy shikave, të tyre. Prandaj ajo që unë kam probleme me shkollën është që është pjesë e një sistemi të predizajnuar, le themi 150-200 vite më parë, edhe për me i fut njerëzit në një cikël që i bën të kontrollueshëm, që i bën të menaxhueshëm. Se kur e mendon ti çka ndodh brenda një le themi rituali ditor shkollor, apo e ki orarin fix, e ki formatin se çu shkimi ul në klas, e ki mënyrën se çu duhesh me ngrit pyetjen, çu duhesh me lyp leje për me shku në banjo, apo kupton, është një farë lloj mini strukture që i shtin pastaj dyshimet asaj që quhet behavioral psychology, psikologjia e sjelljes, që është full konspiracion vetë, më thon, nëse futesh me i lexu materiale të tilla se çysh eksperimentet në kohën e nacizmit e para saj kanë bërë me njerëz për me pa se sa mundën me duru njëri, çysh mundën me duru, çysh ndikohet për me marr vendim të ndryshëm për asaj që ka mujt potencialisht me intuita e tij, instikti i tij i natyrshëm me ia dhon. Edhe shkolla e ka një predisponim tillë. Kjo pozicion që ka unë për të. Prandaj, a duhet për me atë limitohet jeta nëse nuk jemi në shkollë? Jo. Këto e kemi pa në shumë raste, si për shembull njerëzit më milionerat, më miliarderat e dynjasët, secili është pa shkollë, fakultetin specifikisht, okay? Nështë filloren e ka kry, po ka dhe për tyne që janë high school dropouts, që i thënë në Amerikan. E ka lënë shkollë mesme, s'ka pas entuziazëm për ato që po ndodh brenda entitetit të klasës, edhe u bo nështë një ndërmarrës jashtëzakonshëm. Edhe tash i lexon librat i për biografinë e tij, për storit e rreziqet e ku ta di unë investimet e tjera. A do me thonë që jo parakusht për më konë pa shkollë, për më konë i sukseshëm? Jo, s'po themi ato. Po themi që ato që ky nuk e ka marrë, që e marrin shumica e fëmijëve, e që është modelimi i të menumit se çysh duhesh me ekzistuar brenda një strukture shoqërore, çysh duhesh me një dy gishtat shokëmësuese a bën me shku deri në WC, apo kupton? Kto nuk e ka pas ky. E që ja kalon nështë një liri më të madhe me të ndërmarrjes së rrezikut. Se kur edukohesh ti në 15-20 vjet, që duhesh mu kon i dëgjueshëm, mu sjell mirë me arsimtarin se sta jep në shkrimin nëse ne marrish notën indeks, ani që e ke kalu provimin, që ndodhte në plot raste, apo kupton? Ti pastaj çka po të je bëhesh i ndrojtëm, apo është i ndrojtëm, po.